një pacient I cili ka diagnostikuar dhe është dashur t'i nështrohet një intervenimi kirurgjik, s'ka rëndësi cilit lloj, ne do të mundohemi të ndalemi tek gjithë kapak, po a ndryshon jeta e një personit, a ndryshon edhe profesioni në shumicën e rasteve pas intervenimeve, pas operacioneve në zemër? Realisht, pyetje, po them edhe temën përgjithsisht shumë e rëndë, sepse është një pyetje që vazhdimisht e bëjnë pacientët. Jo domosdoshmërisht, mirë po në shumicën e rasteve fatkeqësisht po. Pse? Do thot një person që smundjet e zemrës pra shpeshherë nuk japin ndonjë paralajmërim më herët se janë persona komplet të shëndosh. Dhe në momentin kur e pson një intervenim, qoftë një infarkt akut miokardit të cilën e ka kalu në mënyrën më të mirë të mundshme me intervenim adekuat, ose një operacion zemër të hapun siç është bypassi, jeta e tij pas kësaj mundet me ndryshu. Se ai ka qenë një person I shëndosh dhe